Hej, sa po dolëm, e kam të kamerën super keq, sepse kam vënë këtu me lise me këtë ditarin e qaf, edhe po dalim tani, sepse kam atjes edhe nuk mund ta heq dot, se është ta vë, sepse do vendos Matias në karrocë tani. Hej, se na iku zëri, jemi këtu tek puna e babit. Do thënë një që kërkon ti të punë e babit, erdhëm që takuam shokët e babit, vajtëm dhe të puna ime, se kishim një vit pa vajtur, edhe Matias, ka vap Matias? Këtu je freskët mama, nuk ke vap. Edhe tani do ikim në shtëpi, nuk jo hapa shparë, sepse po bësha gati, shpejt e shpejt, Matias në korrente, si gjithmonë qante. Edhe tani po presim këtu sa do bëj gati janë gjërat edhe do ikim. Edhe t'ju tregoj, kam vendosur nga ato ngjicat që kam marrë tek shenjë duket, foto shenjë kam marrë, që janë domethënë që ngjiten kështu këtu tek bluza, po e lë diku këtu. Domethënë që ngjiten këtu, edhe vendos këtu bluzën. Domethënë o është na falni publicitet, se këtë djali im nuk më lë që unë të bëj video. Kishte këtë më shpirt. Mirë që nuk më lë për dhe fiku. Edhe domethënë i provova ato ngjicat, por nuk e di a është faji i bluzës, a është faji i ngicave që nuk mbajnë, sepse ky busti është pak kështu i bezdisshëm. Edhe prandaj kështu, edhe tani do vemi në shtëpi mama, do vemi aty te shtëpia jonë zemra ime, se këtu është shumë vapjet. Edhe do ikim në shtëpi, do haj drekën Matias, sepse vajti vonë shpirt sot, të kaloj orari. Edhe do bëj drekën Matias, pastaj kam për të dalë sërish, sepse të dalim me Elon, me kunatën time. Dati kam plazh sot, por është tmerrsisht shumë vap sot, është 38 gradë, shumë vap, edhe Matias ka shumë vap. Pum. Kështu, dhe you're happy? Pastaj! Mama? Hej, jam këtu mbas 3 orësh, më besoni apo jo. 3 orë Matias që donte të flinte, e nuk e zinte gjumë, se jam barba. Vetëm qante, bënte, nuk e di se që pati. Edhe mbrëm, po të një që ka bërë, i vjen gjumë, nuk fle, nuk e di pse, edhe me erdhi në kanal disa gjëra, një pako për Matias, që pa këshu avash, se më thimi në një surprizë nga dhoma. Edhe u lëga shumë, se do me thonë që pa ato vlogon djemje, po dje, që gjithë nga të bëj që unë bëj punë, edhe po e njëjta rutinë imja, unë nuk fle kur para orës 3 natës. Po bën, nuk e di sa ko mund të bëj, që unë nuk fle gjumë. Edhe dhe një hapën të kështë me të rëndësi, dhe asë më gjënë një hazor, këto robat nuk e vequr që kur kam ardhë, është që kej del kjo. Nuk e di pse është kështu, ka dhe disa ngjica këtu që nuk funksionojnë fare. Edhe dhe hapë të avash. Edhe në zjerim. Kemi këtu një bluzë për Matias, ja ka bërë me Tupak.
Shpresoj t'i bëj. E ka marrë 12-18 sepse doja të ishte kështu oversize gjëra. I ka marrë një veshje për 9 mujori, që gjithmonë ja marrë më përpara. I mora këtë setin kështu me sharqi. Edhe që po lëviz. Edhe ja dhe këto pantallonat, shumë cute këto. Këto mund të vesh domethënë edhe kështu kur dalim darkë, ose kështu ose për plazh. Është shumë se i bukur. Edhe tjetër, që më ka ardhur tjetër. Kam përësit të disa gjëra tjera, për nuk pas kanë ardhur të shumë ato. Ungërit. Kemi dhe këtë kanatierën kështu, shumë e bukur kjo. Kemi edhe këto pantallona, që njëse në fakt, kjo pantallona, që sa cute këto, sa bukra. Të që më kanë po shkoj në dhoma tani. Matias, unglite në Zumi. Ku fjetet e krevati mamit dhe i babit prap sot? Ke 2 ditë po fle këtu. O, shpirti me ti, delita ime, jetës ti, dhe cik masaj quni me kënë vjetë në Gjumi. O, zemra ime vogël. Hajde. U gita unë thoj. U gita unë e Zumi thoj. Jeta ime ti, o butulosh. O diti, që do hajquni kës me fruta? Do hajquni kës me fruta? Matias, ke fëmijët? O shpirtin do lash tani shpirt. Se do dalin gjira pastaj. Do dalin gjira pastaj jeta ime vogël. O kush mungit mua në Gjumi, do rishë këtu me mami ti. Qaf e qaf, pasaj do hash, se të dali Gjumi. Zemra ime ti. Përshëndetje nga dita tjetër, jemi në qesë. Djerë ju hapa fare për se të ju vajta lardë me në shpi, u morën Matias, që darkën, vetë ngrinder shamte, male shumë zetë. Edhe rëndaj. Edhe tani do plus qysha një vinë të mërsh me kohë e dje. Edhe tani po dalim, shronë në mëgjesit. Edhe shkojmë të një kozmetik, të marrë njësa produkte për flokët, për të lyer. Edhe do t'i këtë informaci. Por se përshkoj dhe këtë makina, nuk e di ardhë në këto apo jo. Kështu dhe do i hapim sërish në vonë, kur dhe mi të kozmetika, nuk e di çfarë. Po mbaron këtu të kozmetika, edhe tani po i këmë në shpi. Me ato gjëra që më duheshin, është një vape të mërshme. Edhe po icim tani, se kemi punë sot, si mi pushinë. Plus kam të sistemuar dhe shpinë, që sistemoj qëto darkë, si që edhe ju e dini, por, e ta shpja për në nuk e di pse. Kështu hecim se është një djeli të mërshëm. Matias nuk po më djeka sot, nuk të përpëqeva kjo vaba. Se kur është në shtëpia tje nuk rritot tani, po rri aty. Edhe më ndaj kështu pa me në kapsë, do më të mendu se vetëm atë së përshën. Edhe në që nuk kisha datë make-upin në tani, do shkria komplet, se qa është kjo më gjithësia, qa vapa, se mos në shtu në njëri. Edhe kështu, ju hapim kur dhemi në shtëpi tani. Se kam harruar harruar t'ju gëllim palë, ato vëtë Matias që kisha marrë.
Jo se harrova, ikëm diçka e tillë, nuk e mbaj mirë mend, nuk po qëndronte me Matias, edhe ikëm, edhe edhe sa kish po mbaj unë të kamerën sot, shumë keq. Por më kuptoni, më besoni që më nxet karrocën këtu, edhe ka marrë një kështu për këtu të karroca që vendose që është edhe për bie edhe për telefon, por harroj të gjithmonë ta montoj, nuk e di se harroj, edhe ka një hap për bëm shtëpi se po shkrit. Tani lava pak këtu poshtë, nuk e di pse bëhet ka shpis, edhe lava dhe këtu ka rredi që na shmëndën, dhe ja, ikim tani mbaruan, edhe ikim lartë. Sa po erdha lartë edhe mblodha këto tërqafë që shikoni juve këtu, një fapo sot, po pesën e shkreta që se na do di dulja para që ta vendos ku kamerën ose është na doli prap duket okej, s'ka gjë, duket një pjesë atë. Edhe të tregoj domethënë se çfarë morëm tek kozmetika, dhe të tregoj edhe këto kamerone që nuk e tregova dje, që nuk e kamerone për Matias. Shikoni sa bukra janë, o zot, u disha pare sa ju, edhe me këto bluzën e Tupak, besoj se do shkojnë shumë. Ja provojmë. Edhe vazhdojmë, na duhesh një tretës 20 se kisha shumë pak. Kjo është edhe është vegane, është edhe me aloe vera. Është shumë e mirë si tretës, por edhe si firëm më pëlqen. Vazhdojmë me një spatull që më duhet të rish për pjet, për balajazhet, për çdo gjë. Ja të tregoj dhe juve. Atëherë këtë vendos, do me thonë, se s'kam si të shpjegoj tu të vlogu im, që vendos kështu këtu dhe i lyen flokët. Duket material i mirë. Atëherë tjetër mora disa kapse, kështu, sepse më duhen për ndarje të flokëve. Edhe ndarje. Këto kështu dhe që kanë goxhat fortash dhe me këtë pjesën e alumit, me duke se mos do ishte kallçuk, nuk e kush fare, por besoj këto i duar në fakt më shumë për seksionet e flokëve. Kur ndan flokët, i vendos këto. Atëherë tjetër që kemi këtu një boj flokësh, është numri 6.1, edhe kemi 2 toner floku. Atëherë të shpjegoj pak për çfarë përdoret toneri ose tonalizues floku. Atëherë përdoret për shembull kur i bën flokët me dekolorante dhe nuk do që ti vendosësh boj, edhe i vendos thjesht një tonalizues ngjyre. Edhe është edhe pa amonjak. Shpresoj që kjo të jetë e mirë. 9.3 dhe 5. Edhe tjetër, vazhdojmë që kemi më tjetër. Këto qeset që duhen për bojën. Në duhet këto.
Edhe tjetër kemi 2. Atëherë këto janë për Bioplex mishi dhe përdoret që hidhet në dekolorant edhe për mos të dëmtuar flaku. Janë super të mira, mua më pëlqejnë shumë se i kam përdorur gjithmonë te vitja ime, i përdor këto edhe plus të keratinën me vaj, edhe kjo hidhet edhe në dekolorant edhe në boj, edhe janë super të mira, edhe ja blejnë domethënë kështu. Atëherë kjo nuk hidhet domethënë për shembull kur hedh dekolorant 50 gram mund të hedhësh 1, por nëse hedh 100 gram dekolorant të duhen 2, sepse nuk e ndihmon shumë flokun. Atëherë unë do hedh 2 Bioplex edhe 1 keratin në dekolorant. Këtë vajnë domethënë. Dërsa këtë vajnë tjetër do ta hedh tek tonalizuesi i bojës. Kështu edhe tani do vazhdojmë ku mund t'i vendosum këto që më duket. Nuk di ku t'i vendos. Këto po i vendos këtu në qese, ndoj. Edhe këto i të bëjt se gjëra gati që më duhen për pastajnë. Edhe kapset këto trecin mua nuk ma mirë këtu, më duhet një çantë, nuk kam një çantë që kisha, nuk e di ku ja kam dhënë ato çantën, nuk mbaj mend, e kisha domethënë për vendosja këto produktet, edhe kisha shumë mirë, ishte shumë e madhe vendosja tharse, gjërat atje, por nuk e di se nga më ka vajtur, kështu është kur transferohesh. Ka shumë herë male që do i humbësh gjërat. Flokët e mi nuk janë në gjendjen më të mirë për momentin, për arsye sepse është rritur rënja edhe nuk më pëlqejnë shumë tani. Shohin që sa ke duket këto. Nuk e keni ide sa ke që duken, edhe unë gjithmonë që mundoj t'i mbuloj kështu me flok këtu para. Edhe kjo fija këtu para nuk di nga hidhet sa caktej. Kështu dhe tani do ju mbyll këtu për arsye sepse nuk është se po dalin shumë gjatë këto video, siç që kam thënë që nuk është se unë po bëj diçka, domethënë një vlog shumë gjatë, unë po tregoj gjithmonë për përditshmërinë time dhe jetës time private. Edhe prandaj nuk është se po bëj diçka ndryshe, domethënë kur nesër mendoj se do vemi në Aquapark, mbase nuk gjëroj si do jetë e hera e parë për Matias që do vej në Aquapark, edhe të shikojmë si do rri, do ambientohet kështu direkt kur do flej atje. Domethënë do ambientohet në sensin që do i pëlqejnë piscinat, s'do i pëlqejnë, po mendoj se po derisa i pëlqen aq shumë deti, aq shumë ujë, mendoj se do i pëlqejnë dhe piscinat. Por mua nuk më pëlqejnë fare piscinat. Nuk më pëlqejnë as pak, për arsye sepse nuk e di, më pëlqen më shumë deti. Piscinat më pëlqejnë fare. Kështu jam, unë çfarë t'i bësh? Dhe po ju mbyll këtu dhe do ju hapim sërish nesër, so bye.